Ndjekës Salma Kpres, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Sonte në studio kam kënaqësinë që të kem të ftuar një grua të guximshme, e cila nuk heziton të mbajë edhe qëndrime të forta her pas here. Faleminderit që jeni në studio me mua, Saranda Imeri. Kënaqësi dhe për mua të jem sot me ty këtu. Zonja Imeri, a është domosdoshmëri që të ketë kaq shumë nganjëherë edhe agresivitet në skenën politike, apo është vetë skena politike si një vend pa rregulla loje që nganjëherë ta imponon të jesh pak më e ashpër? Shikoni, është një botë e çuditshme. Bota, mendoj, skena politike. Unë vi nga një familje politikanësh, ku politika është perceptuar krejtësisht në mënyrë tjetër. Pra, diçka parimore, dhe diçka që duhet të mirret me rezervë normalisht, dhe diçka që duhet të reagohet në mënyrë shumë të menduar. Mirë po, vetë situata politike dhe ndryshimet e shumta që ndodhen në skenën politike dhe ky zhvillim i vrrullshëm i rrjeteve sociale dhe i mediave online e bëri politikën më agresive, më të egër, dhe shpesh herë bie në kundërshtim me parimet që janë rritur. Mirë po, është domosdoshmëri e kohës dhe është patjetër të përgjigjesh në mënyrën se si të sulmojnë apo si reagojnë. Me që ma përmënde këtë pjesën e prejardhjes të familjes. Ju jeni vajzë e një prej personaliteteve padyshim me shumë kontribut në atë 10 vjeçarin e parë të Maqedonisë si shtet demokratik zyrtarisht, po as pak i tillë praktikisht kur vinte puna në raport me shqiptarët, një kohë dhe periudhë shumë e vështirë për të bërë politike, për të qenë pjesë e politikës e për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Duke qenë se babai juaj ishte pjesë e politikës në një kohë me trazira, le të themi, cilat ishin ato shqetësime që ai ndoshta dhe i ndante dhe i sillte dhe i barte edhe në shtëpi, që ti mban mend si momentet vështira që ai ka kaluar. Sepse ndoshta ka qenë ndryshe retorika, po ka qenë shumë e vështirë dhe atëherë të jesh pjesë e politikës. Po, disa gjëra ngeleshin të pa thëna ose të pa para për publikun në krahasim me ditën e sotme. Po, për të flas për babain tim dhe për angazhimin e tij politik, unë duhet të kthehem shumë pas në rininë e tij, ku ai si normalist, pra në shkollën normale të Shkupit, ka qenë si të themi, i rekrutuar nga një grup atdhetarësh të cilët ja kanë mbjell atë dashurinë dhe që i kanë dhënë frymë kauzës shqiptare në atë kohë. Në vitin 68, gjithë e dinë historinë e babait tim, kur ngriti flamurin kombëtar në Gostivar dhe rrethin, dhe pastaj reperkusione që pasuan pas asaj, akt akuza e ngritur ndaj tij dhe normalisht më vonë dënimi me burg prej 4 vitesh. Ka qenë i persekutuar edhe pas saj. Normalisht. Sistemi nuk harronte. Ishte sistem që nuk harronte. Aq më tepër kur bëi fjalë për çështjen kombëtare. Gjithmonë i përndjekur, do të thënë vend për të s'ka pasur në asnjë institucion shtetëror që të punësohet. Normalisht nga një arsimtar i kimisë dhe i biologjisë, ai detyrohet të bëj punën e mjeshtrit në atë kohë. Dhe një periudhë ikën nga këtu dhe shkon në Gjermani shkon. Përsëri kthehet dhe është pikrisht koha kur ai vendos që të marrë një drejtim, një kahje tjetër jeta e tij. Shpërngulet në Prishtinë, ku vijon studimet e mjekësisë, bëhet mjek pra. Gjatë periudhës që kemi jetuar në Prishtinë, ka qenë i angazhuar në formimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndër njerëzit e parë në formimin e celulave të para të asaj partie, dhe më pas pason periudha e viteve 90-ta ku ne u kthyem në vendlindje, normalisht shkaku i situatës, për shkak se u mbyllën shkollat, u mbyllën institucionet, ai mbeti përsëri pa punë dhe aktivitetin e tij e vazhdoi edhe në Maqedoni.
Si do të ma përshkruanit këtë aktivitet të tij politik me kthimin e tij në Maqedoni? Sepse edhe këtu rrethanat nuk, pavarësisht se kishte ndruar, pra ishte shpërbërë Jugoslavia, Maqedonia ishte shpallur shteti i pavarur, por në raport me shqiptarët vazhdonte të kishte një qëndrim përjashtues. Ishte diçka që të jepte shpresë formimi i PPD-s në atë kohë, e cila sot e kësaj dite unë e quaj një lëvizje kombëtare, dhe që nuk do të përsëritet asnjëherë te shqiptarët e Maqedonisë. Dhe ai këtë angazhim e mori me përgjegjësi dhe me dëshirë të madhe. Me thënë, si një lloj vazhdimi i misionit të tij që e filloi në rini, mirë po tani në mënyrë normalisht institucionale, pasi që flitej se pra Maqedonia u bë shtet i pavarur, shtet demokratik dhe çdo kush ka të drejtë të shpreh mendimin e tij dhe të shfaq dëshirën e tij për një jetë më të mirë dhe për avansimin e çështjes shqiptare në Maqedoni. Nisur edhe nga eksperienca e tij në angazhimin politik, cili mendoni se do të ishte qëndrimi i babait tuaj lidhur me angazhimin tuaj ose dëshirën tuaj për të bërë pjesë e skenës politike në Maqedoninë e Veriut? Unë mendoj se po të ishte gjallë, po të jetonte ende, asnjëherë nuk do të më lejonte të futem në këtë botë, pra në botën e politikës. Fatkeqësisht ai ndroi jetë shumë herët kur unë ende isha shumë e re dhe as që e imagjinoja ndonjëherë se unë do t'i futem politikës. Unë çdo herë kam qenë, si të them, personi që ka sjell harrej në shtëpi, nga unë kërkohej që t'i argëtoj çdo herë, sepse kam qenë ajo e talentuar në shtëpi, që ka ditur të këndoj dhe ka bërë atmosferë në shtëpi, për të cilën jam shumë krenare. Politika në shtëpinë tonë çdo herë ka qenë prezente. Normalisht, në një shtëpi ku çdo ditë blihet gazeta, çdo ditë vjen shtypi në shtëpi, lexohen libra, diskutohet për aktualitetet politike, normalisht se ajo më vonë do të ketë impakt në ty. Me thënë, çdo herë kemi qenë të informuar se ç'po ndodh në rajon dhe ç'po ndodh në botë. Mendoj se çdo shtëpi e një intelektuali duhet të jetë vigjilent për atë se çfarë po ndodh rreth tij me situatën politike, ekonomike, sociale e kështu me radhë. Nisur nga ajo që e njihni ju politikën, ju trëmte? Po, jo. Tani se kishit një pasqyrë se si funksionon politika? Kisha një pasqyrë, mirë, po them të drejtën, gjërat janë të paparashikueshme në politikë. Nuk dalin ashtu siç i imagjinon dhe siç mendon. Ka gjëra të cilat dalin pa plan, ka gjëra me të cilat ti asnjëherë nuk ke menduar se do të ballafaqohesh. Ka gjëra që ndodhin rreth meje tani që unë as që i kam imagjinuar, është e vështirë. Do të gënjeja nëse do të thosha se nuk është e vështirë, sepse fundja të gjithë jemi njerëz, të gjithë kemi emocione. Nëse i kthehemi angazhimit tuaj politik, pse vendosët që angazhimin tuaj politik ta kishit në Bashkimin Demokratik për Integrim? Vitet ishin të tilla. Pra, unë të drejtën time të votës për herë të pare kam shfrytzuar në vitin 2002, kur kanë qenë zgjedhjet parlamentare, dhe normalisht kam votuar për Bashkimin Demokratik për Integrim për shkak se ishte parti e dalur nga lufta, besoja në të, besoja se do të sjellë ndryshimin e shumë pritur në jetën e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. E solli? Deri diku. Jo aq sa duhej. Dëshpërimi im i parë dhe normalisht i babait tim ka qenë viti 2004-2005, ku ishte afati i fundit i realizimit të marrëveshjes së Ohrit. Dhe deri në 2004-2005 në një farë mënyre kishim një moratorium të çështjes shqiptare në atë kohë. Domethënë nuk arriti BDI të realizoj programin e saj dhe implementimin e tërësishëm të marrëveshjes së Ohrit. Aty filluan dëshpërimet e para dhe mandej pasoi ajo periudhë ku them të drejtën
shqiptarët e Maqedonisë nuk kishin zgjidhje tjetër. Ju pse vazhduat të qëndronit në këtë subjekt, me që veç më i kishit evidentuar disa pakënaqësi me mënyrën se si po i hecte proceset? Shikoni, unë e kyçur në politikë në mënyrë aktive jam nga viti 2013. Deri në atë vit kam qenë vetëm një votuese e thjesht, një simpatizante e thjesht. Pse vazhdova të qëndroj aty për shkak të angazhimit tim në nivel komunal si këshilltare në komunën e Gostivarit dhe mendova se do të kontriboj diçka në të mirë të qytetarëve. Kërkohej nga unë ajo. Dhe është një periudhë për të cilën unë krenohem për shkak se kemi realizuar një sër projektesh të mira për qytetarët. Cili ishte ai moment kur ose ai shkak që ju thatë se gjitha aspiratat tuaja politike e patë që nuk mund të realizonit më si pjesë e BDI-s dhe vendosët që të largoheni? Pakënaqësitë kanë filluar që nga publikimi i bombave, pra, do të thënë, 2015-2016, me publikimin e përgjimeve nga ana e LSDM-s, pra në atë kohë, çdo mit që e kishim, sidomos për kryetarin Ali Ahmeti dhe për disa personalitete tjera në të cilët ne kemi besuar se punojnë për çështjen e shqiptarëve, për çështjen e kombit, u venit. Me thënë, aty filluan pakënaqësitë e para të mijat, po edhe të shumë njerëzve, gjë që rezultoi me rezultatin e 2016-s ku të thuash 50-60.000 shqiptarë votuan për një opcion tjetër politik që nuk u takon shqiptarëve, ishte një sinjal i qartë dhe një porosi se deri këtu janë vijat e kuqe, pra nuk mundet më tej. Unë përsëri vazhdova të jem aty, mirë po të angazhohem përsëri në nivel lokal. Mirë po, që nga ajo kohë, unë kam Ishte qenë mungesë zëri. dëshire për tu angazhuar më shumë apo mungesë hapësire? Mungesë hapësire definitivisht. Jo, nuk kishim hapësirë më tepër të mbrim aty ku e kishim ne synimin. Është absurde të angazhohesh në politikë dhe ti të mos kesh qasje dhe të mos mbrish një problem, një hall apo diçka që të preokupon, të mos mbrish t'ia shprehësh kryetarit të partisë. Me thënë, kishte njerëz që krijuan monopol mbi këtë qasje dhe ti nuk kishe hapësirë që të mbrish, të adresosh problemin aty ku duhet. Edhe pse sot, nga këtu që unë jam e bindur se kryetari Ali Ahmeti ka qenë i vetëdijshëm për atë. Ka qenë i vetëdijshëm për problemet që kanë ekzistuar, për pakënaqësitë që kanë ekzistuar në përdeg. Mirë po, ka zgjedhur mënyrën e tij se si ti kamufloj ato. Ne e dim se si ka kamufluar, duke iniciuar një problem në një deg, një problem në një deg tjetër, me thënë, përçarjen mes njerëzve, ndasi, krijoheshin ndasi në degët e Bashkimit Demokratik për Integrim në nivel lokal dhe në këtë mënyrë arriti që të mbaj pushtetin deri aty ku e mbajti. Mirë po, të them të drejtën, në atë kohë sa kam qenë e angazhuar politikisht në degën e Gostivarit, unë me plot bindje e them se kam qenë zëri më kritik brenda, që kam shprehur pakënaqësitë e mia dhe që kam kritikuar haptasi për dukuritë negative. Dhe kjo bëri që unë të persekutohem në vitin 2020, të mos përfshihem në listat për deputet, dhe me thënë, ai ishte kulmi që unë definitivisht u largova nga BDI-ja. Do me thënë, ishte diçka personale, normalisht, mos dënja asaj hapësire që ti të tregosh. Ishte zhgënjim apo një lloj inati? Ose zhgënjim. Se ka patur edhe nga ata që e kanë interpretuar që është një inat personal që nuk u përfshi në këto lista dhe prandaj u revoltua. Çdo kush ka inatet e veta, çdo kush ka inatet, po më tepër ishte zhgënjim. Më tepër ishte zhgënjim.
Dhe dikush më thoshte atëherë, po ti çfarë ke pritur në politikë, çdo herë ka zhgënjime. Po, jam e vetëdijshme, por nuk e kisha pritur të keq zhgënjime në këtë përmas. Të pakënaqur nga BDI dhe që u larguan nuk ishit vetëm ju, ishte një grup individësh që pastaj vendosën të krijojnë një parti të re, ku ju jeni pjesë. E ndjeni këtu ku jeni veten të vlerësuar, ndoshta edhe për atë vlerësim që sipas jush nuk e keni marrë në vitet e aderimit në BDI? Definitivisht, ndjehem e vlerësuar për shkak se jam nga njerëzit e parë që ju bashkova grupit të zjarrit në atë kohë, që shumë pak njerëz morën guximin ta bëjnë atë hap, por unë e bëra pa asnjë hezitim. Pa asnjë hezitim sepse besoja se jam duke punuar për një kauz tjetër, domethënë për një ndryshim në skenën politike shqiptare. Të japim fund pra monopolit politik të BDI-s. Të mos ketë vetëm një parti politike që vendos për fatin e shqiptarëve në Maqedoni. Unë çdo herë kam thënë shqiptarët çdo herë është dashur të kenë dy bloqe politike në Maqedoni. Mirë po, deri në dalje në skenë të grupit të zjarrit dhe të koalicionit ton, BDI ka pasur terrenin e lirë. Edhe pse në thojza ka ekzistuar një opozitë shqiptare, mirë po çdo herë e kontrolluar nga BDI. Ju vini nga një eksperiencë ku të qenurit pjesë e një partie u shkëputët. Pra, për të qenurit pjesë e një filozofie politike që ju ka bashkuar në atë parti dhe u shkëputët. Si mendoni që do të mund të funksionojë tashmë një parti e re e cila ka bërë bashk 5 subjekte? Do të thënë, kur ishit të gjithë bashk dhe nuk qëndrua dot, si do të qëndroni të ndryshëm, le të themi, ku në fund të ditës duhet jemi dhe praktik dhe real kur flasim për politikën, se politika nuk është gjithmonë bashkim interesash kombëtare, gjitha këto gjërat e bukura që shpeshherë thuhen, janë edhe bashkim interesash, kërkesash etj. Si mendoni që do t'i tejkaloni her pas here edhe egot, sepse edhe egot hyn në lojë goxha fort në politikë, po edhe interesat e caktuara, që të prevalojë ky lloj bashkimi dhe të jetë një parti politike jetë gjate? Avash, si thot populli. Shikoni, në një familje kemi probleme, kemi kundërthënie, kemi kundërshtime, pra. Edhe në një parti politike ka probleme dhe kundërshtime. Ka dy tabore që ekzistojnë çdo herë. Tabori që punon kundër taborit tjetër dhe ky që punon kundër këtij. Edhe në një parti politike. Edhe gjatë periudhës që unë kam qenë në një parti politike, kemi pasur përplasje. Tabori i këtij dhe tabori i atij. Pikërisht se janë interesat. Janë interesat, normalisht, dhe ti gjendesh në një situatë ku rastësisht etiketohesh se je njeri i këtij ose i atij. Do të thënë, kështu është, ta themi realitetin, pra. Probleme tani, tejkalimi i egove në bashkimin e këtyre forcave politike në një forcë politike, unë mendoj se është një gjë shumë reale. Probleme do të ketë, të cilat normalisht do t'i menaxhojmë. Ne vim nga parti të ndryshme, me ideologji të ndryshme, po ndonjëherë kemi qenë edhe kundërshtar të flakt. Mirë po, unë mendoj se me konsenzus dhe me një qëllim, nëse nisemi nga parimet pse u bashkuam, unë mendoj se do t'ja dalim. Çdo fillim është i vështirë. Edhe vleni, unë mendoj se do të mbijetoj. Se dhe kjo familja juaj politike ka pasur të zemëruarit e vet, domethënë në fillim iku zoti Taravari, pastaj këto ikjet e fundit zotit Vetau apo Limani. Mendoni që do keni akoma të tillë që në një moment caktuar do thotë shkova se s'jam i kënaqur? Kjo e bën demokracinë edhe më efikase, pra çdo kush ka të drejtë të shpreh mendimin dhe pakënaqësitë e tyre. Në momentin që nuk e gjen vetveten aty, është i lirë edhe të shkojë. Mirë, po nuk është mirë që të humben kuadrot e mira. Nuk është mirë që të humben figurat të cilat kanë kontribuar, kanë dhënë kontribut dhe mund të japin kontribut dhe do t'i shërbejnë këtij subjekti politik. Mirë po, largimet çdo herë, edhe historia na ka mësuar se largimet çdo herë ndodhin për kapriço personale, pra.
dhe nuk do të më çudit edhe në të ardhmen nëse largohet edhe dikush. Pra këtë largime ju I konsideroni kapriço personale? Po, definitivisht. Nuk është diçka që ka të bëjë me kauzën politike, me ideologjinë apo me diçka tjetër, me ndonjë pakënaqësi tjetër. Çdo herë në politikë largimet janë për çështje personale. Me që jemi tek kauza politike, shpeshherë edhe ngjarja apo situatat saktuara për shkak të interesave politike konvertohen në kauza të mëdha pro ose kundër. Pak ditë më përpara ju keni patur edhe kongresin, pra ai kongres që unifikoi të gjithë këto subjekte politike për t'i bërë ato në një parti të vetme. Një prej gjërave që ka nxitur më shumë një debat të madh publik brenda Maqedonisë së Veriut, po edhe jashtë saj, ka qenë himni. Ju vendosët që në këtë kongres të kishit himnin e Bashkimit Evropian, pra mos kishit himnin kombëtar, edhe për një arsye tjetër, siç u interpretua, sepse ju ishit disa subjekte politike që po bashkoheshit në emër të kauzës interesave të shqiptarëve etj. Kishit të ftuar edhe kryeministrin e Kosovës, që e keni patur goxha suport në të gjithë këtë rrugtim. Megjithatë, unë nuk do doja të bëja një njësi krahasimore pse ju, ja ata e kanë vendosur, ata se kanë vendosur, sepse këto janë debatet tuaja politike. Ajo që më intereson të di është, kjo zgjedhje ishte në nder të aspiratës së Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian, pra ju zgjodhët të ishit politikisht korrekt në këtë drejtim, apo zgjodhët që në mënyrë të mençur ta kursenit bashkëpartnerin tuaj politik, nga një ndjesi ndoshta jo e mirë, sepse do duhet kryeministri i vendit të ngrihej në këmbë dhe të nderonte himnin kombëtar, që nga disa u interpretua si një lloj kompleks inferioriteti. Nuk kam qenë pjesë e organizimit të kongresit dhe them të drejtën u befasova kur dëgjova himnin e Bashkimit Evropian. Çdo herë kam marrë pjesë në ciklet zgjedhore, edhe më përpara, dhe në kongreset e më përparshme, sepse këtë problem e aktualizoj më tepër BDI-a. Dhe në gjitha kongreset që unë kam marrë pjesë në BDI, asnjëherë nuk është interpretuar himni kombëtar. Tani, unë mendoj se ka qenë vetëm një çështje simbolike, pra, pse 9 maj, dita e Europës, dhe do të interpretohet edhe himni i Bashkimit Evropian. Mirë, po të krijohet kaq problematik për këtë çështje, unë mendoj se është e tepërt, pra, është e tepërt. Nuk kishte nevojë për kaq shumë. Personalisht do të doni të ishte himni kombëtar? Personalisht unë nuk e kam kompleks atë, sepse himnin kombëtar ne interpretojmë dhe e këndojmë në çdo manifestim që mblidhemi, në çdo event që kemi, nuk është diçka që neve na mungon. Ishte ndoshta thjesht ide e organizatorit të kongresit, e ekipit realizues të atij kongresi, simbolika pra dita e Europës, dhe unë nuk shoh asnjë problem të madh aty që duhet aq shumë të aktualizohet. Megjithatë ka pasur reagime për hir të vërtetës edhe jashtë kufive të Maqedonisë së Veriut, ka bërë përshtypje dhe është interpretuar ashtu siç e thash, një mënyrë për ta kursyer zotin Mickovski më shumë se sa për të nderuar himnin e Bashkimit Evropian. Reagimet tuaja janë shumë interesante. Unë shpeshherë ju ndjek edhe në deklarataat publike, po edhe në reagimet në rrjetet tuaja sociale, jeni shumë origjinale për hir të vërtetës, keni disa reagime që nganjëherë ngjallin disa reagime ekstra. Për shembull, reagimi I fundit ka të bëjë me qëndrimin e Shqipërisë, po themi tani nuk po marr shkas nga një këngë e interpretuar në një spektakël humori, po e përgjithsoj. Reagimi juaj ndaj qëndrimit që Shqipëria mban në mënyrë konstante vitet e fundit, sipas jush, kundrejt politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, më saktë ndaj kampit tuaj. Unë mendoj se të gjithë jemi të vetëdijshëm se po ndodh 2 vitet e fundit. Politika e Tiranës zyrtare kundrejt koalicionit ton 2 vitet e fundit. Me thënë, reagim për çështje minore. Me thënë, për çdo problematik të vogël që shfaqet në skenën politike këtu në Maqedoni dhe që në një farë mënyre
prek shqiptarët, kemi një reagim të vrullshëm nga Tirana zyrtare, gjë që ka munguar në vitet e kaluara. Ne kemi pasur situata edhe më të rënda këtu në Maqedoni, ku Tirana zyrtare është dashur të dalë me qëndrim më rigoros dhe të na dalë zot neve si bashkëkombas. Ne kemi pasur raste të burgosjeve, të rasteve të montuara, rasti monstra, brodeci, arrestimi i njerëzve të pafajshëm, djegja e pronave të shqiptarve në Shkup, vandalizimi i pronave të tyre, rrahja e nxënësve shqiptar, ne asnjëherë nuk kemi pasur reagim nga Tirana zyrtare. Se nuk e keni kritikuar në atë kohë këtë mungesë reagimit të shtetit shqiptar? Por nuk kam qenë në ekzekutiv. Ndoshta mund ta kishit sugjeruar tek ata që mund ta kishin një zë më të fortë se sa ju në fatkeqësisht, unë them, zëri kritik asnjëherë nuk ka arritur të depërtojë në Bashkimin Demokratik për Integrim. Është shuar çdo herë, është heshtur. Dhe kemi dhënë një percepcion tek njerëzit dhe në region se ne shqiptarët e Maqedonisë jemi në rregull me këtë pushtet që e kemi. Tani jeni në rregull? Jo, asnjëherë nuk jemi në rregull, asnjëherë. Çdo herë do të ketë diçka që do të na brengos, do të na brej nga brenda, edhe ndonjë problematik që do të dalë në sipërfaqe. Mirë po, e them pa modesti, e them. Nuk janë probleme që ne i kemi krijuar, janë probleme që i kemi trashëguar. Dhe tani po dalin në sipërfaqe. Dhe ata sakt e din se ku i kanë lënë ngecjet dhe ku kanë qenë problematikat dhe tani e zgjedhin po atë pikë të dobët dhe sulmojnë tani pozitën, gjë që nuk është ferr. Jeni ju të kënaqur sot nga mënyra se si trajtoheni nga bashkëqeverisja. Kemi çështjen e gjuhës shqipe që tani është faktorizuar shumë, qoftë provim të jurisprudencës, po her pas here edhe disa qëndrimeve, për shembull, që ka mbajtur po e zë shembull ministren e arsimit. Pra ka pasur her pas here ngjarje të cilat në atë se si një masë e madhe e publikut i shikon zhvillimet, duket sikur ka një superioritet të palës tjetër dhe një inferioritet të palës tuaj. Ju jeni të kënaqur për këtë bashkëqeverisje? Shikoni. Dhe pushtetin që posedoni? VMRO-DPMNE-ja është parti e cila ka fituar çdo herë në kartën nacionaliste. Dhe kjo është diçka që nuk është e fshehur, çdo herë ka qenë publike. Duke marrë parasysh numrat që i kanë ata në kuvent, unë mendoj se sjellja e tyre ndaj partnerit qeveritar, në këtë rast ndaj nesh, është korekte. Është korekte. Të paktën ne, këto 2 vite, sepse këto fenomene që i përmendet më përpara, këto kanë ndodhur edhe më parë. Kanë ndodhur edhe më parë dhe në mënyrë më vulgare kanë ndodhur. Ne në përgjimet kemi dëgjuar duke na quajtur indian, duke na quajtur me lloj-lloj emrash që na kanë po. Dhe ne për herë të parë në historinë e këtij shteti po ndahen fonde për komunat shqiptare, për t'u investuar në komunat shqiptare si asnjëherë më parë. Për herë të parë në historinë e këtij shteti po ndërtohet një kamp universitar me paratë e shtetit. Me thënë afër 40 milion euro për kampusin Nën Tereza. Po punohet me intenzitetin më të madh në korridorin 8. Rruga Shkup-Blac, unë mendoj se gjatë mandatit ton do të marrë fund, do të marrë. 13 vjet kemi pritur të ndërtohet, të përfundoj rruga Shkup-Blac. Dhe në proces është tenderimi dhe së shpejti do të përfundoj edhe kjo. Kemi edhe një sër çështjesh të tjera të cilat më përpara edhe nuk janë përmendur, por ja që në qeverisjen tonë po realizohen. Nuk kemi vrasje, nuk kemi burgosje, nuk kemi rrahje të nxënësve shqiptar. Incidente ka pasur ama? Incidente minore. Me thënë, nuk ka pasur incidente të atyre për masave, flas për qeverisjen Gruevski dhe Ali Ahmeti. Për shkak se mos i referohemi qeverisjes 8 vjeçare me LSDM-n, ku kemi pasur të bëjmë një LSDM tepër të dobët. Dhe faktori shqiptar, unë mendoj se asnjëherë nuk do ta ketë atë pozitë aq të fortë sa këto 8 vite të kaluara. Dhe ajo ka qenë shansa më e mirë
dhe më e përshtatshme për partinë shqiptare t'i mbyll ca çështje, të mos i lej të hapura. Gjuha shqipe, asnjë milimetër nuk është prekur nga gjuha shqipe. Unë nuk e di nga percepcioni se po largohet gjuha shqipe nga institucionet. Nga cilat institucione? I bie që nuk janë të vërteta këto reagime që po bëhen? As pak nuk janë të vërteta. Mund edhe me fakte të them. Ja, për shembull, shkojmë në gjykatë. A është përdorur ndonjëherë gjuha shqipe? Asnjëherë. Në shëndetësi, të gjitha anamneza që i mirën pacientëve, dhe gjitha diagnozat, dhe gjitha recetat që shkruen për pacientët, çdo herë kanë qenë në gjuhën maqedone. Mos vallë tani është ndruar dhe bëhet ajo. Ka institucione fatkeqësisht të cilat i kanë drejtuar shqiptar, të cilët sot po trumbetojnë për patriotizëm dhe po na akuzojnë neve, të njëjtit kanë qenë ata që kanë shkelur gjuhën shqipe në institucione që ata e kanë drejtuar. Mos shkojmë më larg, edhe pse gjindem në Tetov, pra deri dje kryetari i degës së Tetovës, i BDI-s, në institucionin që e ka drejtuar, ka padi nga inspektorati për mosbatimin e gjuhës shqipe në institucionin që ai e ka drejtuar. Të mos flas për ministrin e arsimit. Goxha ministri e rëndësishme. Po edhe një sër institucionesh të tjera të cilat e kanë anashkaluar përdorimin e gjuhës shqipe, dhe kur i ke pyetur pse, po ja për çështje prakticiteti e kemi bërë. Dhe tani të vish dhe të na akuzosh për gjëra që ti ke bërë dje, mendoj kjo nuk mban. Dhe ato nene që që janë tani në procedurë në gjykatën kushtetuese, po pse nuk u mbyll kjo çështje përderisa në gjykatën kushtetuese e drejtonte zotri Salim Murati, i cili momentalisht është deputet në radhët e BDI-s. Pse u mbajt në sirtar për sa vite dhe të aktualizohet po tani kur BDI është në opozit. Do me thënë, janë ca çështje të cilat as pak nuk kanë ndryshuar, po bile disa edhe kanë avansuar një çik më tepër. Ja, për shembull, sa i përket punësimeve në institucionet shtetërore, nga raporti i avokatit të popullit për vitin 2025, kemi rritje të punësimeve të shqiptarëve, gjë që s'mban se po punëzohen më tepër maqedonas dhe zero shqiptar. Në nivel shtetëror, ne kemi diku rreth 2000 punësime, gjë që nuk ka ndodhur edhe në periudhën më të artë të BDI-s. Prandaj gjithë këto akuza dhe gjithë këto kauza artificiale që po krijohen tani nuk kanë peshë dhe nuk mbajnë. Nuk mbajnë jo se them unë, po se e thuan faktet, ndryshe e thuan. Me që jemi duke e sjell bisedën sepse për shkak të historikut të zhvillimeve në Maqedoninë e Veriut, padyshim që na bie ta tangojmë shpesh Bashkimin Demokratik për Integrim, pjesës cilës keni qenë edhe ju. Përmendet korridorin e 8, universitetin në Tereza, përmendet faktin që në bashkëqeverisje BDI LSDM, BDI-ja ka pasur një forcë që nuk vështirë se mund ta kemi sërish një forcë të tillë politike. Me gjithë këto gjëra që i përmendet, janë të gjitha të nisura në funditës në kohën e BDI-s, pra edhe të gjitha ato që përmendëm. I njihni ju sot ndonjë merit të konsiderueshme që thoni për këtë i njihen meritat, qoftë BDI si subjekt apo Ali Ahmeti si drejtues i saj? Po do të ishte dëshpëruese për 20 vjet qeverisje dhe të mos njihet ndonjë merit. Jo, ai njeh. Do të thonë thoni që dorën zemër, po këto merita i ka. Ka ca gjëra që kanë shkuar para, normalisht. Nuk mund të krahasojmë Maqedoninë e viteve 90-ta dhe Maqedoninë mbas vitit 2000. Ka ca çështje që janë avancuar, nga vetë fakti që ne kemi 3 universitete shqiptare, nga asnjë kemi 3 universitete shqiptare. Ka edhe çështje që kanë lëvizur, mirë po të lëna për gjysëm. Unë mendoj dhe përsëri do ta them, ka qenë momenti historik qeverisja LSDM BDI që disa çështje, si për shembull çështja e gjuhës, çështja e shumë gjërave tjera të cilat sot neve po na krijojnë probleme, të ishin mbyllur dhe ne të mos mirëshim ende më me gjykatën kushtetuese dhe me gjuhën shqipe. Fundja edhe nga perceptimi se qeveria po e anulon gjuhën shqipe,
kur të drejtë legjitime mbi këto çështje ka gjykata kushtetuese, organi posaçëm, organi i pavarur, organ të cilin 8 ose 9 gjykatës nga Funksionon realisht si organi tillë? 8 ose 9 gjykatës nga ajo gjykat janë të zgjedhura në kuvendin e Republikës ku kanë votuar po këta që sot i sulmojnë. I kanë votuar ata, këta antarë. Sa funksionon? Fatkeqësisht, në Maqedoninë e dim se sa funksionon gjyqësia. Nuk e kemi rastësisht në 2%. Funksionon si e pavarur? Gjykata kushtetuese? Realisht. Nuk jam ndonjë ekspert juridik që ta bëj këtë vlerësim. Mirë po, kur themi se nuk preket gjua shqipe, e dini pse nuk preket gjua shqipe? Sepse unë mendoj se dhe ata janë të vetëdijshëm se po të preket gjua shqipe, Maqedonia do të ketë trazira dhe nuk do të jetë kjo që është sot. Prandaj themi se nuk preket gjua shqipe dhe nuk i shërben askujt, as gjykatës kushtetuese dhe as kryetarit të gjykatës kushtetuese që ta prek gjuhën shqipe. Dhe unë mendoj ata janë të vetëdijshëm për këtë. Me që e përmendët pak më parë se janë punë të lëna për gjysmë, mendoni se e posedoni pushtetin e duhur politik për t'i përfunduar ato kauza, ato çështje? Po shikoni, sa i përket balansuesit. Balansuesi është diçka që është votuar në qeverinë e kaluar, pra përheqjen e balansuesit është votuar në strategjinë e qeverisë dhe gjykata kushtetuese e shfuqizoi. Nuk e shfuqizoi qeveria, por e shfuqizoi gjykata kushtetuese duke e marrë mendimin nga qeveria ku ne kemi pasur fatkeqësisht ministrat ton shqiptar. Ne po sjellim ligjin për përfaqësim të drejtë për herë të parë në histori, i cili do t'i shërbej komuniteteve, i cili për herë të parë sillet në historinë e këtij shteti dhe do të jetë një mekanizëm i cili do t'i balansoj punësimet pra në institucionet shtetërore. Tani, kritikat më të mëdha nga opozita na vinë për mospasjen e ndonjë organi që do ta mbikëqyr atë dhe që do të shqiptoj gjoba për mos zbatimin e atij ligji. Do të ketë mekanizëm ku do të përcillet dhe do të evidentohen rastet e shkeljes së ligjit. Mirë po unë mendoj se nuk do të vi deri aty. Ligji është ligj, i mirë i keq është ligj. Më mirë ligj se sa një mekanizëm. Pastaj, balansuesi e kemi thënë dhe është tërthënë në të kaluarën se është keq përdorur deri në atë shkallë, saqë që nga koha kur ka filluar të aplikohet ky mekanizëm, punësimet në administrat nga radhët e shqiptarëve kanë rënë dukshëm. Më tepër kemi punësime dhe rritje të përqindjes së punësimeve në administratën shtetërore pa balansues se sa me balansues. Janë gjëra të cilat kërkojnë kohë, kërkojnë përkushtim dhe kërkojnë durim që të zgjidhen. Ja, për shembull tani është aktuale çështja e provimit të jurisprudencës. Është formuar komision qeveritar në të cilin po shqyrtohet a do të bëjmë ligj të posaçëm për këtë apo do të ndryshohet vetëm rregulloria. Po ta zëm se do të gjendet zgjidhja e provimit të jurisprudencës. Po ne kemi provimin e noterëve dhe të përmbaruesve. Të gjitha provimet në fakt që kërkon një licencë shtetërore, duket se kërkojnë një provim në gjuhën maqedone. Po unë çdo herë parashtroj edhe një pyetje retorike sa i përket studentëve shqiptar të jurisprudencës. A thua do të zgjidhet problemi i tyre vetëm me dhënien e provimit të jurisprudencës? Jo. Ata nesër duhet t'i nënshtrohen edhe një sër, si të themi, që do me thënë është një tërsi gjërash që duhet të bëhet ndryshime. Normalisht. Dhe ata jurist nesër nëse dëshirojnë që të punësohen në institucione shtetërore, si në gjyq, në të gjitha nivelet e gjyqësisë në Maqedoni, ata përsëri do duhet të punojnë me palë në gjuhën maqedone. Pra, këtu është thelbi. Unë mendoj se ky është problemi më i madh
Nuk është problemi se a do t'jipet ky provim në Shqip apo do t'jipet në maqedonisht. Çka më tej? Nëse ne arrim që në gjykat dhe në institucionet ku deri më tani nuk ekziston edhe një dokument i standardizuar në gjuhën shqipe, nëse nuk arrim në ato institucione ku deri tani nuk përdoret gjuha shqipe, të aplikojmë aty, ajo është suksesi më i madh. Nuk është çështja do ta japim këtë provim apo atë provim, në cilën gjuhë do ta japim. Çështja është edhe më e thellë. Kjo është vetëm diçka sipërfaqësore, sipas mendimit tim. Ndoshta jam gabim dhe ndoshta do të sulmohem nga kjo që po e them, mirë, po ky është perceptimi im është. Me thënë, nuk përfundon problemi i studentëve vetëm me provimin e jurisprudencës. Ka sfida e sfidat e tjera më pastaj. Në shumë çështje që kemi diskutuar gjatë këtij minutazhi, sigurisht që po flasim për përfaqësimin e shqiptarëve në dimensione të ndryshme. Kur jemi tek përfaqësimi, ju jeni e kënaqur, po themi, për përfaqësimin tashmë të gruas brenda kësaj skene politike. Janë gra thjesht çështje numerike dhe statistike dhe përmbushje një standardi që kaq përqind duhet të jemi gra, apo janë gratë vërtet një faktor i rëndësishëm politik? Shikoni, po të mos ishin kuotat, nuk do të ishim askull. Ta themi këtë. Mirë që janë, po a duhet të qëndrojmë akoma te kuotat? Apo duhet të i kalohet më, se çështja e kuotave ka qenë zgjedhje më ende nuk e kemi arritur atë pjekuri politike që të hiqen kuotat. Nuk e kemi arritur. Pra, vetdia nuk është arritur në atë masë, sa duhet patjetër të rrinë kuotat për t'i mbajtur gratë në skenën politike. Mirë, po kemi një ndryshim, ka një përparim të dukshëm, për shembull, grupi parlamentar i Yni është kryekëput me femra. Kishim, me thënë, 3 zëvendës ministre femra. Fatkeqësisht në drejtorit nuk e di se si janë numrat e përfaqësimit, nuk kam të dhëna se sa përqind aty jemi sa i përket përfaqësimit të grave në pushtet edhe lokal, mirë edhe në pushtet qendror. Shikoni, pushtetin nuk duhet ta kërkosh, duhet ta marrësh. Dhe unë çdo herë kam qenë idhtare asaj ide që edhe forumet e grave të mos ekzistojnë, për shkak se ajo na marginalizon që nga fillimi, që nga starti na marginalizon. Mirë, po është një praktik e partive këtu në Ballkan dhe normalisht edhe ne nuk mund t'i ikim asaj. A kemi gra të zonja, të mençura, plot, sa të duash. Që kemi, plot sa të duash, por shpërfaqja varet edhe nga shumë faktorë të tjerë. Sa e kanë guximin të marrin një rol i cili ka edhe pasojë, e ka koston e vet, dhe sa je këmbgulse për ta marrë atë që dëshiron. Janë 2 gjëra të cilat duhet të piqen mirë dhe në fund të vish në përfundim, a ja vlen të marrë këtë, a ja vlen të kërkoj këtë. Cili është kompromisi më i madh që bën një grua për qenë pjesë e jetës publike si pjesë e politikës? Kompromisi njëherë duhet të jetë brenda në familje. Kompromisi të arrihet brenda në familje. Sa njerëzit e shtëpisë do të përkrahin atë që e bën. Sa janë të gatshëm të qëndrojnë fortunave që i presin. Ndonjëherë mendojnë se janë të gatshëm, mirë po dalin gjëra të paparashikueshme dhe nuk i kanë pasur ato pritshmëri. Mirë po unë mendoj se çdo vështirësi e ka fundin e vet dhe çdo vështirësi te i kalohet. Unë jam një model i gjallë për ata, sepse flas për sfida që i kam kaluar në jetë, jo vetëm në skenën politike, por edhe në jetën private, që kanë pasur të bëjnë me mirëqenien time, me shëndetin tim. Kam qenë shumë e vendosur dhe shumë luftarake. Është natyra imja. Dhe sa më tepër që njerëzit më thuan tërhiqu, sikur më vjen dëshira më tepër që të ekspozohem. Është natyra e njeriut dhe unë shpesher mundohem ta menaxhoj dhe të luftoj kundër saj, mirë po nuk mundet.
Nuk mundem. Mundet vetëm në një farë doze të kontrollohet, sepse brenda meje ka shpirt artistika dhe nuk mund të qëndroj indiferent. Një shpirt artisti rebel. Rebel, po. Nuk mund të qëndroj indiferent ndaj dukurive negative, ndaj hipokrizisë, ndaj demagogjisë. Nuk mund të qëndroj indiferent kur dikush më akuzon për diçka që e ka bërë vetë. Me thënë, nuk mund të gjej forcën nga brenda dhe të mos reagoj. Këtë unë do ta quaja një nga virtytet, por edhe nga dëmet më të mëdha të mijat që ja bëj vetës, pra. Nëse bëjmë një përmbledhje, sigurisht që edhe ky përfaqësim ka kualitet, ka edhe kuantitet. Dhe jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Tani kush kalon më mirë? Ato që pozicionohen te kualiteti apo ato që pozicionohen te kuantiteti? Është pyetje e vështirë. Me të vërtetë është pyetje e vështirë. Se ka disa që i shohim hynë dhe dalin nga politika, po ndonjë deklarat apo qëndrim nuk i kemi parë të mbajt. Fatkeqësisht. Dhe jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, ka edhe në rajon. Ka edhe në rajon. Shikoni, Maqedonia ka qenë një shtet ku ne shqiptarët kemi qenë më të shtypur, normalisht, më të pashkolluar, deri vonë, dhe emancipimi i gruas këtu te ne ka filluar tepër vonë, ka filluar. Dhe ne ende nuk po gjejmë forcë gratë në shoqërinë tonë që ti tejkalojnë këto barjera dhe të mos çajnë kokën për gjëra të parëndësishme. Me thënë, ende po luftojmë me mentalitetin. Ne ndonjëherë dëshirojmë të krahasohemi me shtetet skandinave dhe me shtetet evropiane, me shtetet cilat kanë demokraci 100 vjeçare. Mirë po nuk mundemi shkaku i këtyre rrethanave, që do të thotë se jo se nuk do të arrim në të ardhmen, nuk do të arrim. Unë më tepër jam për kualitet se për kuantitet. Nuk jam i thare asaj se në këtë pozitë patjetër duhet të qëndrojë një grua, e cila do të shërbej vetëm si figurë aty dhe nuk do të thot asgjë dhe nuk do të ketë fuqi të marrë një vendim me kokën e saj. Tani priti feministët të kjo deklarata. Po jemi mësuar. Jam i thare asaj dhe i qëndroj këtij parimi. Por gjithashtu, jam edhe kundër asaj, se këtu nuk mundet, jam kundër definimin e pozicioneve në bazë të gjinisë. Po. Domethënë, duhet jesh grua, mund ta bësh, je grua s'mund ta bësh. Edhe paragjykimet që bizotrojnë në shoqërinë tonë, se ti e grua dhe nuk mund ta bësh këtë punë. Çfarë duhet bëni ju si subjekte politike që të krijoni hapësira që të ketë më shumë vajza, të cilat marrin guximin të kenë angazhim, sot vajza, nesër do jenë gratë që do kenë angazhime më të rëndësishme politike në jetën politike dhe publike të Maqedonisë së Veriut? Në mënyrë institucionale unë mendoj se nuk mundemi. Mirë po, çdo herë ekziston opsion. Jo, mendoj tek mundësit, filozofia politike, filozofia politike është unë kam shpresë dhe mendoj se do t'ja kishim dalur më tepër edukim për gjeneratat e reja, për gratë, për vajzat. Sidomos për vajzat e reja, të cilat kanë potencial të futen politikës dhe mund të miren me çështje, qoftë politik apo qoftë i angazhuar diku profesionalisht. Më tepër edukim, më tepër trajnime dhe më tepër mbështetje morale grave, që sa më tepër ti tejkalojnë këto barriera që ekzistojnë në mendsinë e tyre, se po të shajti dikush dhe po të etiketoj dikush, këtu përfundon jeta ime, nuk mund ta çoj. Ka jetë edhe pas saj. Ka jetë edhe pas sharjeve, edhe pas etiketimeve, po edhe pas kërcënimeve, çdo gjë kalohet. Vetëm duhet vendosmëri. Nëse arrin ti kalosh këto barriera, normalisht duhet kohë, duhet durim i madh dhe mos dorëzohesh asnjëherë, sepse
në momentin që ti dorëzohesh, çdo gjë shuhet në atë moment dhe i deinkurajon edhe të tjerat pas teje që dëshirojnë pastaj të miren. Me që jemi te kjo pikë, Charlie Chaplin thot, kujdesuni më shumë për ndërgjegjen tuaj se sa për reputacionin tuaj, sepse ndërgjegja juaj është ajo që ju jeni, ndërsa reputacioni juaj është ajo që mendojnë të tjerët se jeni ju, dhe atë çka mendojnë të tjerët për ju është problemi i tyre. Po, definitivisht. Një ndërgjegje e pastër është shumë e vlefshme se sa një pozitë që do ta marrësh nesër. Të paktën e bën gjumin rahat në shtëpi. Uroj shumë që të kemi më shumë gra të cilat kanë mendim dhe zë për ta artikuluar atë mendim. Mua më vjen mirë që isha mysafire sot në emisionin tënd. Faleminderit shumë. Ne ndërkohë do t'ju lëmë sërish takim të shtunën e ardhshme në Almak Press. Do t'jemi me Agorën në orën 20:00. Natën e mirë.